Ma në kuqeja e nënës, me zilia vënë dhe hënës, ju përmbi shoqet të tjera, kajra filmoj të vjenera. Ma në kuqeja e nënës, me zilia vënë dhe hënës, ju përmbi shoqet të tjera, kajra filmoj të vjenera. Shim plosh të pina, dil mojnë në përit të dera, më kesh si nuset të djera, një nga një krushit po vina, e ta mbushim plosh të pina, e ta mbushim plosh të pina. O moj nusja jonë, qamëri, me kene në të kambi, kemi një grua, një shtëpi, nuk na nalas në njeri. O moj nusja jonë, qamëri, me kene në të kambi, kemi një grua, një shtëpi, nuk na nalas në njeri. Kemi një grua, një shtëpi, nuk na nalas në njeri. Faleminderit shumë, zonja dhe zotrin, sa të nderuar mirëmbrëma dhe mirë se vini në show spektaklin ton dhe t'juajin në Odeon. Mirëmbrëma na e mirëmbrëma Lora. Mirëmbrëma të gjithëve, mirëmbrëma Kosovë, mirëmbrëma shqiptar, ku do që të jeni, nga do që të jeni. E ja ku jemi bashkë. Jemi këtu në sheshin e fjales e mirë, e këngës së bukur, këtu në Odeonin Pelazgo Ilir, në Odeonin Shqiptar. Jemi këtu në Radio Televizionin 21. Si për çdo javë do të kemi shumë çka të bukur, do të prekemi edhe tema interesante, do të kemi mysafir të jashtëzakonshëm, do të kemi humor, metafor, satirë, alegori, do të kemi këngë e shumë çka të bukur në mënyrë që në këtë vikend ju të kaloni sa më mirë. Të kënaqeni me këngën e bukur shqipe, me humorin, me përvoja nga më interesante që bëhen si pista të ardhmërisë tonë, që të hapim dyert e suksesit në bazë të përvojave të njerëzve që kanë kanë çfarë t'japin, e mbartin në kurrizën e tyre një bagazh të tërë krijues, një piramidë të tërë krijuese. Oh, moj nusja jonë, qamëri, të kënane të kambi, kemi në një truall, një shtëpi, nuk në danas një njeri. O moj nusja jonë, qamëri, me kënane të kambi, kemi në një truall, një shtëpi, nuk në danas një njeri. O qamëri. E përferita që ta këndojmë e ta duar të kasim bashkë. Një këngë, se historia jonë është shumë interesante. Edhe këndojmë, edhe vallëzojmë, edhe lutojmë njëkohësisht, edhe e përjetojmë bukur. Nga se është si duket krejt jeta jonë aty. Edhe vujtja, edhe dhimbja, edhe suksesi, edhe dashuria, edhe jeta sociale, edhe të gjitha janë bashkë. E bashkë me ne është edhe vetë qamëria, plaga jonë që kullon për 80 vjetë. Jemi në një përvjetor, ta quajmë kështu në kuptimin më të mirë, e akademik që duhet të realizoshin edhe akademit të tëra, për të sqaruar fatin tragjik të asaj pjese të kombit ton, se unë e dëgjoj shpesh thojnë qamët. Qamt janë shqiptar, si që jemi ne kosovar, apo vlonjat, apo është pjesa dheut, po që dhemb e kullon gjak 80 vjetë. Kur sonte, le të falenderojmë nga zemra ata që janë suportin i fuqishëm. E mbështetja ju në mirë, sponsorët tanë, duar të qikje. Duke filluar nga sponsori general që po ndërton një qytet me vete, pranë qendrës së Prishtinës, e dizajnuar në nivellet të jashtëzakonshme, në nivellet evropiane, botërore, një standard i lartë, shkon aty dhe nuk del pa shtëpi. Park, rezidencë, realizuar nga Berisha Group Prishtinë.
E kush na veshe, kush na regullon, na ondullon, na grimose. Prit, se ko me fol Miria. Apo, E falenderojmë për zëmërsisht Agonita herë në Fush Kosovë. Faleminderit, Agonita Skogojeva. Edhe, e kemi pas bërë si slogan buja ka buja, po në realitet në vazhdim do të vinë ato që sjellin humorin, alegorin, satiren, mbi të gjitha gazin në shtëpi tuaja, në shpirtat ton. Zonja Zotri, për ju, për ne, për të gjithë, Dada Hyrë dhe Kulja! Mirë, dhe zemra qështu. Për juve dhe për kejtë shqiptarët këtë që janë. Gjithë frigohna që pe bon si Shqiponjen, Enver Hoxha që i ka pas bo kështu. Tjera erë ko me bona, se së pas ka shku menja. Qështu, a? Ja, qështu. Pa që shjeni shpia juve bre. O, no. Qfar publiku i lezet. Dashurit madhe dhe për juve, se ko këtë shumë të mirë sonte. Qa? O, më i tjë. O, qa jom ludhë, jom dik të ngajt mas konatit edhe sonë në zona. Po pse qka tu dufke qatë shumë që e njekshë? Qysh mëri qa më dufke? Djalli tina, Po? ka njës me kalu me atë këshikën tonë në Lazrojkën. Tani e qa ka të kje që Qa atë? ka të kje që i ka propozu dhe martes. Po qa ka të kje që atë? Qysh mëri qa ka të kje që për tja e din qa ka baja këtë njët vetë. A e din, sa polici, sa mishturi, sa generali, sa budabi, sa Dubai, sa zët, e morën familjet e ma? Pse bëllëmi? Ma e zoja edhe ma e mirë nuk ka heq. Po lebe ma e zoja nuk ka. Ajo ma mirë që i ka bo që ato që tash, se i bjen që ka përvoj pune, plus o me pedigre. Jo, po më radio më pyti, ajo nuk e ka, oj zhyrë. E ka, bile pak ma theksun se unë e te bashk. Pse kështë qyrë? Banes vet, po. Gjipin e vet, po. Shpin e vet në deti, po. Plus biznisin e vet. I ti pas ka? Po. Wow! Po na po knaqim të verën, mëri të shku të lajë të najtë të më kallë. Po e mirë të ka bërë na im. Po shkoj shapro mi thonë të ngojt ati me marë sa ma shpejt, më smik bidure. Jo, ka dalë shkojna bashkë, ja u bojna për hajrë. Vesh para se me shkum, ja u bo për hajrë, duna njëherë me të limu ka shpina dhe ka balli. Pësa qatë shumë po më dëshë. Po nuk o që jom të dorë qatë shumë. Po? Po në shpinë duhna me këqyrë. Jatë kanë dollë, ja ka nisë me dollë krahët e me laqës, janë balli ja ka nisë me dollë brinat e dreqit. Ja po dire, kiva Po po te? me dhe të kalzu. Unë isha kështu në top form. Një me a? Isha... Një me a? Gjina, djem të rrugës të mguc, bilem Qyq? parzit të ardë. Pa, të ngajtë, ne po më në njëni. Ta, a për shkoj me pi kafe, thash, pse? Po? Po, kom firmë teme, kom kamiona, kom bagjera, kom Mercedes, kom BMW, gjithë shka. A kia, po ty apo të vinë fema në shofer? A e dinune që kesh të të kaldu që jenë ato ere në vu pak shpinë. Po? E lore, kom thirat mjeshtrin me mindret gjamat. Po? Po e thira, erdë, se ma mirë janë isë me punu mindret gjamat, a gjalli punaj kja din. Po? S'kom di gjave gjdera, bam, 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 bam. Pa frona thash, kusha? Ta mjeshtri i gjamave. More thash, unë një mërena e kom po punon, o, tha unë jëmë thave që më rotha për dritare. A une, marë, të fshi sobë, të bëjt sakër vizlim, ti marë do petale trandafila.
Ti gjuj në për tokë, në për krevet, te bëj romantik, o zëtë, ti dhezi dëshira, te bëj kitë subën me qira, që ta është ja bëj surpriz burit kër vjen. Vjen ajo në fapën kam, oj zemër, oj luqka o ludhe mujte, në ati kështu me entuziazm, adin, dhe me ish nalja i qështu. A u dik kusha? Ma prishi surprizën e gajt. E kom një farë dosti, Bacon. A i thot dashuria bashkëshortore. Qka thot mush me ditë? Njërë zilëkin e... Po normal, një dashuria bashkëshortore shton njerëzimin. E dashnia njerëzore e vetëm e përsos atë ma shumë. A e bukur. Natën e mirë! Natën e mirë! Jemi rikthyer në spektaklin tuaj, në spektaklin tonë. Jemi këtu në Odeon bashkë me spektatorin, në telespektatorin. Jemi në një kaptin tepër të veçantë, ku për herë nga ana botës na vijnë personazhe shumë të veçanta. Shekulli 20 ishte një shekull që në përmbajtjen tonë kombëtare përmban shumë sakrifica. Absolutisht të kombit për mbijetesë, për përparim, për zhvillim, për shkollim, për dije, për shkencë. Botës po i vinin në forma nga më të ndryshme format edhe mundësitë e informacionit, e argëtimit. Me këtë dal nga dal goxha vonë po na vinte edhe ne. Pas radios vinte edhe televizioni. Vinte si një dritare fuqishme që po shëndriste botën. Për ne ishte një dritare dhe një pasqyrë që shihnim jetën tonë aty. Bota priste lajme, prisnim edhe ne, ditën edhe natën. Redaktor, gazetar, regjisor, kamerman, një armatë të tërë, bënin përgatitje të mëdha, marramense, që gjithçka të funksiononte si duhej, të ishte elitare. Drejtuesit, gazetarët, folësit, lexuesit e lajmeve, u bën yjet tona që i prisnim bashkë ditën edhe natën. U kriju një epokë e ndritshme, e bukur, që po vihishin bazat e asaj që pretendonim ne, e ëndrës son. Në këtë ëndër, absolutisht ndrinin ata që me dashje e pa dashje ishin yjet e kësaj gjëje. Zona e Zotërisë, në vazhdim do ta kemi një musafir të asaj kohe, një nga lexuesit më të mirë shqiptar të lajmeve, për ju, për ne, për të gjithë, Zotri Hamdi Mehmeti. E Hamdi mi se erdhe. Mirë si u gjeta. Po kam qenë me të thanë, Hamdi, sepse të njoha të ri edhe vazhdon të jesh i ri kështu. Nuk po du as me rri distancën e moshës, sa zë dhe me qenë malirshëm në të folur. Mi se erdhe. Faleminderit, i ri pak i bajtun. Si e burë. Mirë faleminderit për në ftesë, e të nëtësi që t'jem musafir i këtij spektakli që me të vërtet mban epitetin e më të mirëve jo vetëm në Kosovë, por edhe në rajon. Unë i kam ndjekur që sa vite Odeonin dhe sigurisht them kam pritur se një ditë do të më ftosh edhe mua. Të faleminderit shumë që na ke ardhur. E si me telepati të kam shkru, të kam përshëndet, të kam thonë, kur mundesh me marrë musafir, ke thonë, a im jam në Gjermani, unë një pjesë e bëj atje, një pjesë, e aman të lutëm kur të vish këtej, dhe shumë faleminderit që në një moment, kur je ardhë, je lajmëru, edhe shumë faleminderit që ke pranu ftesën tonë, edhe na ke ardhë në Odeon. Me kënaqësi më të madhe. Me kënaqësi më të madhe. A di që për mua, po dhe për gjeneratën time, ishe ai shembulli, ai idoli, ishe ai modeli që donim ta kopionim në të folur, në të lexuar, në të shkruar, në të dukur. Mirë, në pjesërisht shpejtohem, këtë gjë e ka konfirmuar vazhdimisht publiku, teleshikuesit e
radio televizionit e Prishtinës, i cili, si thatë pak më parë, vërtet kalon gjurmë. Ne jemi përpjekur që të bëjmë të pamundur në kohë të pamundur, sepse ishin kohë jashtëzakonisht të vështira, sidomos vitet pas 1981-shit, kur filluan ato diferencimet, kur filluan ato presionit, ndjekjet, dhe filloi çdo gjë të jetë në kontroll. Megjithatë, përkundër gjitha atyre sfidave, ne kishim këmbgul që të japim atë që kërkohej prej nesh për publikun. Një armatë të tërë radio televizionit Prishtinës, që ishte krenaria jonë, ishte dashuria jonë, ishte ëndra jonë, diçka që e prisnim, punë jashtëzakonshme që e mbajnë mend gjeneratat të tëra që e përcjellin, edhe gjeneratat që janë lind me vite më vonë, kanë dëgjuar e dëgjojnë të flitet për atë institucion që e përbënin mjeshtrit e mirë, njohësit e mirë, ata që pretendonin me vu themelet e mira. Më duket se ke të drejtë, sepse në kohën kur kemi filluar ne, faktikisht ka pas kritere mjaft të kontrolluara në kuptimin edhe artistik, edhe medial, edhe publik. Dhe më thonë, gjithaj kuadrë si që përmenu fillimisht, ka qenë kuadrë me kvalifikimi. Pjesa e madhe tyre kanë pas të mbaruar fakultetet të ndryshme. Përkatëse, të lëmive përkatëse. Duke filluar që nga shërbimi teknik i inxhinjerisë, pa cilet natyrisht nuk bën askjo studio sonte, deri tek folësit, ku i përkisi edhe unë, gazetarët, moderatorët të ndryshëm, redaktorët, të cilet më të vërtet për atë kohë mendoj se e kanë dhënë një provim. Po, ishte me gjitha të andër e shumë njerëzve që të bëhen pjesë ati institucioni, edhe rrugtimi juaj sigurisht ka kalu në për... Po, natyrisht se po, thash se ka pas kritere, dhe në ato kritere pak me fat, pak me angazhim, pak me ndihmën edhe të njerëzve të cilët kanë konstatuar se unë mundem në atë vend të bëj diçka në kuptimin edhe gjysor, edhe moderativ, edhe gazetaresk, dhe në këtë mënyrë jam kyçur edhe unë asaj armate jashtëzakonisht të lavdishme, po them, për faktin se të lavdishme, absolutisht. Megjithatë, unë pra po kthehem te rrugtimi. Fëmijërinë e kishe kaluar në Prishtinë, a? Natyrisht në Prishtinë vitet 60 kemi migruar prej rajonit të Llapit. Filloren kam mbaruar në Prishtinë, në shkollën e Minduraku. Të mesmen? Të mesmen normalin në Prishtinë, e famshme. Dhe fakultetin filologjik grupi Gjuhë Letërsi në Prishtinë. Në Gjuhë dhe Letërsi, a? Gjuhë dhe Letërsi. Bashkë të dyja, të ishin në këtë periudhë. Edhe mbarove në 78? 78. 78. Jeni Llapjan puro, apo... Pse ju thonë juve Staracell? Kjo është pyetje interesante. Në quajnë Staracell, sepse kemi përjardhën prej fshatit Staracell në afërsi të Nishit. Në afërsi të Nishit. A ke qenë ndonjëherë, ke pa? I kam ra ande i pari, dhe të them sinqertën jam emocionuar dhe pse jo dhe kam qajtur kështu pak. Me lot. Me lot, se disha që nga ai vend që kanë lënë të parët e mi, nga vjen edhe gjyshi, 4 vjeçar, që është shpërngulur me 7 djemtë e tij, dhe jo shpërngulur nga dhuna, dihet, edhe nga represioni 1878. Pak rrahasimisht jashtëzakonisht i vështirë dhe i dhunshëm për mbijetesë. Dhe kanë gjetë natyrisht strehim në anën e Llapit, prandaj ne na quajnë edhe muhaxher edhe Staracell, përndryshe fisi Thaq. A fisi Thaq. Edhe muhaxher edhe Staracell edhe fisi Thaq. A jeni vendos të gjithë aty apo ka shpërndarje? Stërgjyshi me 7 djemë dhe një vajzë, fillimisht janë vendosur në fshatin Sibovc i Llapit. Më pas kanë blej edhe një pjesë të malit në fshatin Buric, një fshat i vogël që tash është mjerisht i braktisur, sepse të gjithë janë shpërngulur në pjesë të rrafsha për
një jetesë, më të mirë normale, ndërka që varrezat janë ende atje të parëve tani, po. Varrezat të parëve. Një rem kanë migru edhe në Turqi. Edhe në Turqi. Kjo dhimbja jonë. Po rinia në Prishtinë ka qenë interesante, sigurisht. Natyrisht se po. Edhe rinia. Kohët e vështira ishin ato vitet 60. Edhe student laku. Edhe student laku, edhe nxënës laku, edhe si ta quajsh, ka qenë vështira sepse ka qenë skamje e madhe. Mungesë duke filluar nga garderoba, imagjino për shembull sa kanë kushtuar një palë këpucë dhe ato të shkretat vetëm për Bajram ose për vitrim me i masë. Ja për nej pazar. Dhe nej pazar se ka qenë vështirë. E vështirë sigurisht. Po dashuria për poezinë, për letërsinë, për prozën, për leximin. Kishte lindur herët? Leximi profesional. A kishte ndonjë arsye? Natyrisht se po, pse unë, si thash filloren e kam mbaruar në Emidurak, dhe për fat kisha një mësuese të mrekullueshme, Lumnie Lunjin. Atë që zërë trokase. Ja vlen të përmend emrin saj sepse na shtinte radhëzit lexojmë të gjithë. Dhe që aty kam nisur të lexoj sipas mendimit tim edhe të tjerëve me një rrjedhshmëri, edhe me një përkushtim, më vonë pastaj edhe në të mesmen, edhe në fakultet. E pastaj zgjodhe pikërisht radion edhe televizionin për këtë gjë. Ishe i dashuruar edhe në të lexuar, edhe në të shkruar bukur dhe pretendoje... Mësëm të drejtën, mua më ka pëlqyer gjithmonë në radio, ja? Më dukej se më mirë e gjeja veten aty, dhe më dukej se radioja kishte një spektër më të gjerë dëgjueshmërisë. Nga radioja mund të dëgjonte edhe një bari mbaje kodra atje. Absolutisht, televizionet ishin shumë të rralla. Televizorat filluan më vonë, ashtu si thash, në fillim të vitit 1974, atëherë kur televizorat ishin bardhë zi, unë jam paraqitur nga studia e televizionit e Beogradit, sepse ende s'kishin filluar këtë. U pranove dhe fillove prej atje të... Po. Po kjo me të pranu, pa të vështërsi, ai rrugtimi, ishte dashuri e madhe që kaloj me konkurs. Natyrisht ishte konkursi, i shpallur në falni, dhe në atë konkurs kryetar komisioni ishte i madhi, themi, unë nuk e kam prirje të them për njeriun i madhi, sepse i madhi është vetëm krijuesi, po në këtë rast i madhi Gjakur Qapari me të vërtetë kam. Qapari. Si krijojnë disa njerëz, bëhen legjenda vetë. E neve si jemi të vetëdijshëm që jemi pranë legjendave. Unë kam dhënë mendimin tim dhe jo vetëm unë, por shumë të tjerë që marrin vesh nga kjo fushë, se sikur Gjakushi ma vështirë se të linë, ndoshta do të paraqitet në një, por duhet periudhë gjatë derisa të linë. Në të lexuar, në dikcion, në dikcion gjitha. Vera Zhej në Tiranë, Gjakur Qapari në Prishtinë. Ata i dorë trokasin, me pa tjetër, po... E na që themi edhe Hamdi Mehmeti, edhe Drive Tagërmizaj, edhe Shaban Arifaj, edhe për plot të tjerë, një plejadë tërë që na u bët një ditë... Për çfarë kishi kujdes në këtë periudhë? Sidomos në të konceptuarit e lajmeve, në të lexuarit, në paraqitje, në... Ishin kriteret e veçanta, vetë mënyra e paraqitjes së prezantimit të folësve, atëherë u thonin speakerve, ka qenë e koncipuar në atë mënyrë që ka pas edhe kufizime në vetë paraqitjen, në vetë ulje në studio. Ne fjala vjen nuk kemi pasur gota të ujit. Ne është dashur të hym të nënqethur, është dashur të hym me kravata. Domethënë ka pas kritere që i përkisnin asaj periode. Që ishin rregullore dhe ishin kod. Ishin rregullore, të cilat duhej përfill, po nuk përfilleshin bëj shkelje, domethënë. Bëj shkelje. Bëj shkelje dhe ajo ishin për rrugë, ajo dënonin me diçka tjetër apo po fillimisht kritikoheshe, pastaj vinte edhe suspendimi e tjera gjëra, cilat më vonë është dash domethënë të merren parasysh gjithherë nga ne folësit.
kështu pa të filluar ajo periudhë deri në 81-shin, atëherë filloi represioni, atëherë filluan edhe peripetit, edhe sfidat më të mëdha deri në vitin 90 kur edhe na përzun. Vështërsi, pas vështërsi. Vështërsit në të lexuar. Kur e ke pas më të vështirë? Të them të drejtën, asnjëherë s'ka qenë lehtë, po ka pas situata të vështira, sidomos kur ishte koha e denoncimeve, koha e verdikteve të gjyqeve ndaj patriotëve tanë, sidomos kam pas fatin, po them kushtimisht thojza, që dënimet e Adem Demaci t'i lexoj unë dhe atëherë më vinte mas vështirë. E vështirë. Ndonjëherë ka ndodhur që fjala vjen pasi që e kam lexuar, e kam hedhur tekstin dhe thosha vetë me vete nesër do të më arrestojnë. Po për fat kaloi. Po ka kalu. Momentet vështira, kujdes, partishmëria, partia, sigurisht. Po se duhej çdo gjë kontrollohej nga organet e partisë. E partisë, shtetit, të udhbës. Dhe po bëre shkelje një fjalie, dihi çka të priste me njerëz. Këtë mënyrë, pra duhet kishim shumë kujdes dhe e kemi të kaluar po me vështirësi jashtëzakonisht të mëdha. Deri në 90-shën, atëherë po e përsërish edhe kur na nxorën me dhunë edhe me kështu. Po mes vete, me kolegët, me ata, keni qenë një plejad vërtet të tërë krijuesish. Neve bashkëpunojmë vite të tëra me Afroditën, me Florinin, me Eugenin, me që janë mjeshtër, janë shifët që janë mjeshtër të profesionit. Me këta mjeshtër, a bisedonit për vështërësit, apo duhet bisedonit profesionalisht jemi sa më mirë që të realizohet ajo për çfarë po punojmë dhe veprojmë çdo ditë? Mendoj se kjo e fundit, që profesionalisht të jemi në nivel. Po. Se ajo pastaj do t'i nxjerrë të gjitha dëshirat edhe ëndrat tona. Përndryshe kolegialiteti ka qenë në nivel gjithherë. Regjia ka më na dhënë pak në këtë skrinin e madh pikërisht momente kur ju i lexoni lajmet, a i shikojmë pak? Po pse jo. Kërkesat e minatorëve të Stalifërgut i përkrahin tërësia dhe punësit e shkollës fillore Zenel Salihu në Vëllaçevç të Madh. Tubimi i arsimtarëve i qendrës shkollore teknike Nikola Tesla në Obiliq, pastaj kryesia e organizatës rinore të kolektivit Coca-Cola të Lipjanit. Me kërkesën e minatorëve u solidarizuan edhe nxënësit dhe arsimtarët e shkollës fillore Shkëndia nga Milanoviçi i komunës së Malishevës. Kolektivi i shkollës fillore e Vllazërim Bashkim nga Shtimje, punojësit e bashkisë punuese të qendrës për punë sociale në Ferizaj, shoqata luftëtarëve të bashkisë lokale të Barileves, qendra për edukimin dhe arsimimin fillor Abdullah Shabani e Mitrovicës së Titos. Nxënësit, prindërit dhe arsimtarët e shkollës fillore Abdullah Shabani, po ashtu në Mitrovicën e Titos. Kolektivi shkollës fillore Jeta e Re të Komoranit të Glogovcit dhe kolektivi nxënësve dhe arsimtarëve të shkollës fillore 25 Maj në Mitrovicën e Titos. Në 24 shkurt 1989, në ditët më të vështira, kur e gjithë Kosova protestante, po ju ishi zëri, mikrofoni në atë periudhë i gjithë shqiptarëve jashtë Shqipërisë, flasim. Unë mbaj mend periodën e Korzus, e cila ende sot njerëz shëtisin tani sheshi Nona Tereza, po jo? Pa, Nona Tereza. Kur vinte koha e lajmeve, atër quaj ditar, fillon të zbrazoj Korzoja, sepse njerëzit vraponin të ndiqnin lajmet, orës 19:30, ashtu si që veprojnë të shtunën të shohin Odeonin emisionin. Faleminderit. Nga kjo paraqitje që e shohim ndër të paktat që i gjejmë, dhe me thënë drejtë më vjen shumë keq se në arhiva duhet jenë. Edhe këto arhiva nuk janë vetëm të radio-televizionit Kosovës, i cili nuk u bë derë e gjithasaj armate e hapur në vitin kur u kthyem si fitimtar, dhe shumë pak gjenë, edhe gjuna se janë shembuj të mirë, janë fantastik, të lexuarit, vokacioni, diksioni bukur. Më kanë thënë edhe profesorët tanë universitarë se ju sugjerojnë studentëve që t'i dëgjojnë atë të lexuar, atë dikcion, atë që t'jenë
Por ditë të vështira, po megjithatë ditë të bukura. A e dinit që një farforme thjesht jeni bë ata modelet të shoqërisë që ju shikonim të gjithë, edhe se si vishet, edhe se si dukeshit, edhe ajo frizura e bukur që shumë mirë, s'kan ra flok se dikush i kanë gjitë edhe 2 herë, 3, a dini kështu me Edhe unë e dini kuriozitet na jem, për 30 ditë i ka ndru kravatat. A ka qenë vështirë? Është të vërtet? Më falë? kravatat i keni ndru për çdo lajm, Për çdo ditë, për 30 ditë në vazhdimsi? Jo, nuk ka qenë kritera i ndrimi i kravatave, veç ka qenë kriter se domosdoshmërisht duhej bartu një kravat. Kjo ka qenë po. Për ndryshe, kravata nuk ishte shtrejt, por kostumet ishin të shtrejt. Kostumet shtrejt! E kam pa në një fotografi, se ju kam djek, absolutisht, një moment sigurisht nga më të bukurit e jetës tuaj, sepse kështu e kam përjetu edhe vetë, veç shumë më vonë, një vizit tuaj të punëtorëve të Radio Televizionit Prishtinës në Shqipëri. Fakt, në vitin 1981, një muaj para se të ndonin demonstratat, keni qenë atje? Drejtori i televizionit, përkatësisht Këshilli i Punëtorëve, kishte vendosur që në atë delegacion përbërës të jem edhe unë si antar i atij, dhe unë, Sania Shala, Muhamet Mjeku, Shkelzen Zhubi, kemi qenë këta antarët, cilët kemi shkel në Shqipëri 1980, tokën. A pritem e gëzim? Sanet i ke ba pa gjumë deri të aj dakiku me unis? Vërtet, kanë qenë momentet jashtëzakonisht emocionuese, sepse të prekesh në tokën am Shqipëri, që e ndronin të gjithë. Absolutisht. Ishte një privilegj. Kontakte me Radio Televizionin Shqiptar, sigurisht, përvoja interesante. Po, natyrisht se po, kemi vizituar më pas Radio Televizionin Shqiptar, radion kryesisht, më pas edhe qytetet të ndryshme të Shqipërisë, si Elbasanin, Shkodrën. A qëndrut shumë? Po më duket 1-2 javë kemi pas. 2 javë. Në qoftë se nuk ka bëj. Për atë kohë nga më të bukurat e jetës. Ashtu pra, pritja ka qenë madhështore, më shumë se më nejë. E tashi një muj para demonstratave, kur u këthyta, ju prutat si hariqin vendimin që pekallim atë qka ishte këtë? Ne, kur u këthyem në thuhet se ishin përgatitur gjërat edhe më herët, sepse kur u këthyem në Qafthan, organet e sigurimit veç ishin organizuar të dalin në Prishtinë atje. Dhe si për çudi edhe tepër e zakonshme për atë kohë, gjitha librat pjesën e madhe na i rëmbyllën. Ja umurën, ha? Tregimi keq, i vështirë. Plus edhe tu ju frigusës, ditë që ndodhë, masa... Po, për fat, nuk naftuar në ndonjë kështu. Në organet e sigurimit e këtu. Ende nuk ishin ndodhur. Ngjarje. Po kishte ndodhur pas demonstratave, sigurt, drejta atje të Fladi. Kishim me përfundu edhe një grup në veti tash këta, grupin nga Radio Televizioni i Prishtinës. Periudhë vërtet, unë kam dëshirë ta quaj ndonjëherë, ju duket më thonë bashkëpunëtorë të miqtë e mije, sikur edhe po i rrit gjërat, po periudhë legjendash me një emër legjendar, Radio Televizioni i Prishtinës, një kaptin e veçantë në jetën e shqiptarëve, 15 vjet punë, ndërtim, kjo është si mi krye një 4-5 fakulteta kështu në një ditë krejt të punë e këto ëndra përfunduan. Hyni Serbia, e mori me dhonë Radio Televizionin e Prishtinës. Ku ke qenë atë ditë, ato momente kur kanë hyjë ata? Ato momente kam qenë në pushim vjetor. Në pushim vjetor ke qenë? Po, dhe isha në Batllav me familje, por ndëgjova që ka ndodhi, dhe një gjë atill pritej, dhe pas largimit një grup sindikalistësh të quaj, dhe njerëzës që merrin vesh nga këto punë, që marrë vesh që në qofse një ditë vje koha, se dinim se një ditë do të kthehemi të gjithë për një herë. Në shtëpinë tonë. Po në shtëpinë tonë, por jo një nga një, kurse si. Dhe nuk ndodhi ajo si që ishi marrë vesh. Për fat keq nuk u kthye kur. Një grup njerëzish kishin vendosur t'i thejnë ato marrëveshje që i kishin bë, dhe u rikthyen
në shtëpinë tonë, pa prezencën tonë, pa kthimin tonë. Tani, thjesht, fillimisht shpresa, dëshira, kjo nuk mund të zjas. Edhe qëndruat një kohë i papunë në Prishtinë, e kishim menduar emigrimin, apo kjo ndodhi thjesht si rezultati i vështërsive të jetës? Ashtu, pra, si kjo e fundit, thjesht ishte në pyetje mbi jetesa dhe unë me 2 fëmijë dhe bashortën vendosëm që të dalim, domethënë të lëm atë dheu. A provove me punu diçka në Prishtinë? Ishte vështirë që të kapësh të punosh diçka, sepse asgjë që kishe profesion nuk mund përputhej me mundësinë e gjetjes ndonjë leku, si thuhet anej në asi, dhe në këtë mënyrë ne vendosëm që ta lëm Kosovën përkohësisht. A ishte përkohësisht, sa mirë ke thonë. Marrja e këtij vendimi ishte vështirë, sigurisht. Natyrisht se po. Për intelektualin shumë. Natyrisht se po. Ato janë momente të paharruara në jetë, që lanë gjurmë të pashlyera tërë jetën e njeriut. E kujton tërë jetën, po, tërë jetën. Nuk mund të në asnjë moment ta neutralizosh atë emocion që ke pas dhe ke vazhdimisht për atë hap që ke ndërmarrë. Dhe nuk ishte lehtë vërtet. Se kishe menduar emigrimin? Ja, në asnjë mënyrë. Kur betin? Ati që i kishim shkruar, kënduar me shumë dhimbje dhe përfundove në Gjermani. Po. E vuaje? Shumë vite, më kujtu tani një varg i Azrenit, shumë vite larg i dashur ja dhe, por nuk të kam harruar se shumë i ëmbël je. Ke punu si mësimdhënës edhe në fillim, edhe sa ke mbaru studimet, ke punu mësimdhënës pastaj edhe në Gjermani, me nxënësit tanë. Ishte një satisfakcion i mirë ky, e kaloje? Natyrisht se po. Unë në vendin ku kisha vu spirancë dhe ku kisha krijuar një rreth ambientalistësh edhe dashamirë të arsimit, me propozimin e tyre, i kishin rekomanduar ish ministri të arsimit Bicaj, Mamet Bicaj, që të më emëroj mësues për fëmijët e punëtorëve tanë përkohësisht të vendosur atje. Në mesin e tyre vlen të përmenden Gjafer Ejupi, njerëz që është munduar për arsimin në diasporë dhe që kam pas natyrisht për krahas, Shefqet Podvorica, Hajrush Tregusha, dhe ka qenë edhe një Fadil Reselica e disa shumë të tjerë kështu, të cilit ishin këmbgulës që unë të jem mësues, sepse kishte tentime të ndryshme që të bëj dikush tjetër, pa kvalifikime, e tjera, si që zakoni shqiptarëve, si që është, me bryle nga pak e poshtë. Nga pak e kështu. Po me kolegë, me ata që kishe punu në radio televizionin e Prishtinës, i mbaje kontaktet, kontaktoni, apo u shpërndat gjithandej? U shpërndan, thuaj se fare pak. Më vonë jem takuar disa herë me Shaban Arifajn. Drita ma, si që dini, ka ikur heret në Amshim. Drita Gërmizaj. Briljante. Prej studios, prej skenes, prej njerëzve të mëdhej si Drita edhe homazh veç me Duar Trokiti, ju bëjmë se nuk. Bëhet fjalë për Drita Gërmizajn, njëra nga folëset më të mira që i kanë pas parët në historinë e folësve, e lexuesve të lajmeve, e drejtuesve të lajmeve. Ishte perfeksionueshme në kuptimin edhe profesional, edhe moral, edhe kulturor. Kishte një edukat. Dhe kjo zgjati jo 9 vite, sepse 93 keni emigruar, 93. Në 99-ën u ktheve me një herë? Po, jo, unë jam kthyer praktikisht pas lufte, dhe thuaj se pjesën më të madhe e kaloj në Kosovë. Prej atëherë? Her pas herë shkoj edhe atje ku e kam familjen, ku kam fëmijët, shoqin. Po nuk provove ti lexosh lajmet dikun tjetër, nëse
në Radio Televizioni Prishtinës në morën, atëherë për fat keq më pas edhe tanët, sprovove që profesionin tënd, Pyetje interesante. misionin tënd, ta qosh tutje. Pas lufte, drejtor sërish u emrua organizatrici. Dhe në takimin e parë që kam pas me te pas lufte, ka ftuar eja kur duesh. Kam thënë ja. Fjala ka qenë të kthehemi për një herë, nuk mund të kthej. Të gjithë, nuk kthehemi. Ke vazhdu, me gjithë atë, ka pak me shkru. Po, unë nga viti 73, i kam pas disa kështu prirje talentore të quaj. Më shkon të vizatimi, më shkon të nga pak dhe instrumenti. Dhe më thënë, kam qenë një farë figure pak a shumë se është vështirë të flasësh për vete, në këtë emision kështu kaq madhështor. E di që je shumë modest, nuk donë më na, po unë po të fysë. Të na rrëfesh rrugtimin tënd që për neve është një pistë e mirë, edhe për gjeneratat të tëra, se si hecet suksesshëm, kujdesshëm, njerëzor në rrugtimin jetësor. Unë shumë herë më kanë sugjeruar bile edhe shoqja ime që të filloj të shkruaj diçka dhe e kam ndërmend që së shpejti të filloj të shkruaj edhe diçka. A ke ndërmend të shkruash? E kam ndërmend. Kur jemi të vizatimi, e kemi një natyrë shik, që në realitet është kushëriri juaj, e i cili absolutisht mund ka fascinu, po dhe të gjithë i ka fascinu me atë vizatimin e ti të përkryer që e bën, edhe ai në realitet për këtë mbrëmje, po që unë s'kam arrit me fut në korniz, na ka dërgu një vizatim, një piktur me fytyrën tënde, Hysni Mehmeti, Hysi, piktori ynë, edhe Eduard Trokasim, edhe regjia na jep sigurisht këtë vizatim. I thash edhe i diçka tjetër, i thash, edhe atë vizatimin e vjetër, tha, do ta bëj. Tha, nuk ma the me kohë, këtë vizatimin e lexuesit të lajmeve. Unë e kam zakon, kur është një njeri në nivelin e lartë artistik, e quj brillant. Ajo është një brillant. Brillant, faleminderit. Ka vite të vështira, fillimisht një djalë i ri, i absolutisht një model i mirë. Nuk e kam fjalën veç modelin, kështu me sfilu. Absolut, po një model i mirë, i kompletuar, po edhe me një grua të mirë. Po kjo gruaja e mirë, goxha shumë ka heqë me ty. Kush kanë ka suportu ma shumë? Shumë e drejtë. Lumja Hamdiu na Hamdiu lumën. Gati të dytë. Të dytë nga pak. Po, sa e bukur kjo. Kanë qenë kohëra të vështira kur ju kanë nxjerrën nga puna të dyve. Vështirë ishte, sidomos për shoqen time, sepse ajo ishte juriste në Radio Televizionin e Prishtinës, në produksionin muzikor. Dhe para një mujdite ishte dhe më tha, Hamdi, tha Shurdo, isha, tha, në vendin tim të punës, tha, dhe qava pak aty. Ja dha të shpinën një tjetërit pas taj, që të qëndrohet. Prej kësaj dashurie, mos t'i mbetemi vërsh, lume, krej duar trokitjet e botës, se... Se unë mendoj që ka qenë qeliza themelore për krimin e një familje të mirë. Kjo familje, sa fëmijë ka? Kjo familje ka 2 djemë, dhe më thonë, të moshës madhore, i madhe është i martuar dhe kemi një nip edhe një mbes. 2 herë gjysher? 2 herë gjysher. Gjyshe. Është edhe djali i vogël, edhe ai, i madhe është Flamuri, i vogël është Valoni. Valon, Flamuri. Flamuri, Valon. Dhe kjo është interesant, se Flamuri është lindur në 82-shin, në kohën më të vështirë të diferencimeve. Absolutisht. Dhe ta regjistrosh fëmijën me atë me Flamur. Goxhat kanë shikuar atje. Goxha ka qenë sfiduese dhe me rola të mëdha e kanë regjistruar. Dhe më pas Flamuri Valon. Valon. Po ku e gjete mua?
Nuk I zgjodhen profesionet tuaja ata, apo çfarë profesionesh kanë? Jo, ata punojnë krejt diçka tjetër në jetën e tyre. Jetojnë në Gjermani? Po, jetojnë në Gjermani. Në cilin region ke jetuar në Gjermani? Në regionin e Hessen. Hessen. Wiesbaden afër Frankfurtit. Afër Frankfurtit. Megjithatë, e bukur se e ke prek jetën e perëndimit, të kishim mbetë gjithmonë këtu, çaq kohë me vizitu Evropën e Gjermanisë kishe pas? Natyrisht se jo, vetëm se me qëra fjala e emigrimit, unë po të kisha mundësi të kem makinë të kohës, Me kthy mbrapa, kur nuk do të merrja një vendim të tillë. Të emigroje. Në asnjë mënyrë. Dhe nga kjo del porosia dhe mesazhi që asnjëri mos na dal jashtë, se është jashtëzakonisht sfidë, jashtëzakonisht vështirë dhe mundësia për të tretur është gjithmonë afër. Sa bukur e ke thënë. Ne presim të na shkruash, sa bukur I thua gjërat, edhe të na I shkruash, që të na mbesin. Unë shpresoj se ditën kur të dalin një botim cilin I kam ndërmend, por tash nuk duhet ta shpalos ta bëj publike, I pari do të jesh ti që do ta dha. Faleminderit. Sigurisht ndjesh I realizuar, I lumtur për këtë ditë bukur që e pritëm Republikën e Kosovës, të pavarur. Shpesh them, një numër I madh njerëzish kanë ikur në amshim pa e parë Kosovën të lirë. Më thani ka mbyll syt pa e pa shpalljen e Kosovës Republik. Por do të vdesin edhe një numër sërish I madh dhe nuk e di kush sa derisa ta shohin bashkimin me Shqipërinë. E bukur. Se natyrisht ky është proces që nuk mund të ndalit. Dhe I lumi ai që do ta pres atë ditë. I lumi ai që e pres atë ditë. Shumë e bukur. Ka dhe një diçka të bukur, në krejt këtë rrëfim të bukur që shpesh gati na ke bë me lotë dhe po na ke thënë gjëra shumë të bukura, këngëtar su bone kur. Jo, është interesant se jam përpjekur të bëhem, por... A je përpjek, ha? Po, kur nuk të jap natyra, është kotë, kur sap zoti kotë është. Me zor shumë t'ja marri. Unë u kam ra nga pak, kështu, nga normalja këtyre instrumenteve me telja, pak gitarës, pak mandolines, pak qiftelis, por ma shumë mandolinën, sepse kishëm edhe si landë obligative. Në landën e muzikës. Perfekcionova atëherë mirë, Po, unë mendoj që deri dikun, sa për veti. Dhe shpesher edhe të rjetët sociale, atje e vej nalë, thonë, vetëm për shok. E kam lexuar dhe I kam përcjell. Cilat këngë të sjellin nostalgji më shumë? Po ka shumë nga këngët, sidomos ato këngët e vjetra, shpeshere talëm edhe me lumën, thotë kjo këngë për ty diçka ka shumë një siklet, për herë të parë dashnin fillova. Mirë, po lumën, ku e njohë? Lumën e kam njohër në radio. Në radio e njohë? Po, aty e minjë. Kush kujt I tha më parë? Unë I thash se këtë gozë do ta marr unë për grua definitivisht. Ashtu I the? Po, aty po. A hoqe shumë? A e qoj vetullën ajo? Se Miria ka pasqu vetullën ja 3-4 muj? Po natyrisht se vajzat presin, shpeshe rigje pak ma shumë rigje. A presin rigje? Po, për t'ju por. A I bone rigje shumë pas? Po, natyrisht se po, por nuk I rash gjitha që në gjuj. Jo. Po, në qofë se donë, në qofë se jetë akord. Dhe aty filluam, andaj fillaj jetë. Dhe tani jemi... Ajo dashuria platonike. Jemi 25 vjetë bashkë. 25 vjetë bashkë. Unë kam e marrë diçka në vazhdim që të këndojmë bashkë. Aty ku ja thu më mirë. Ashtu, po pse jo? Po. Maestro! O ta solo mandolinën tënde, a ka në histori se që në ka e veçan diçka? Bukur e vjetër është, I ka sigurisht gati 20 vjetë. Gati 20 vjetë? Po, dhe e ke bje do më thonë pas në liri këtu kur ishim në... Dhe e kam për qefi, kështu shpesher, kështu arktohem me te dhe... Po në Gjermani, bje gitarës, këndoje, mblidheshit? Gjithë nga pak, edhe si
profesionin e mësuesis që ushtroje me fëmijët tanë atje, shpeshherë merrja mandolinën dhe këndonin së bashku. E këndonit së bashku. Dhe na po të presim, me shumë duar të rokitje, dojna këtë mikrofon ta kemi qip këtu, besoj që ta regjistron. Dhe përpiqem të ekzekutojnë melodinë e Enrico Masiasit, melodi. I kohës tënde. Yll i kohës tënde, që... Jurte marché li compte variable Parfume ta voce de sima Un régime d'orivie Cardé de symbolier Les grandes mérités t'avant On emporte un fils à ville Bon talent de simodier Dans un livre les plus candile Ah, vas-tu t'abandonner? Kjo ka qenë këngë e bukur, nuk e dija kam qenë shumë i sakt me tekstin, edhe pse unë kam ba frëngjisht më pas, edhe kjo kënga më e bukur e kohës. Definitivisht po. Saj melodie i re, kur ja morë mend të lumës? Duket se po. Normalisti që i bie mandolinës. Cëllën këngë ja këndon lumës tash më shpesh? Dojnë partë dashuris Po ma vedin dhe u treta Mune lule erinis Po ma vedin dhe u treta Mune lule erinis E ka me tekstin, por që tu ta mos gabova. Apo dashuria s'le më frigu. Te dashuria je... Ja, nuk ka, është sublime, nuk ka diskutim. Dhe ka peshin e vetë të patjetërsueshme, nuk mund ta bartë të shposhtë në alta. Ajo është një, qofsh është e sinqert, natyrisht. Kur i dëgjon duke folur moderatorët si puna ime dhe të tjerët, a ka diçka që të pengon në aspektin gjuhësor? Pyetje shumë e qelluar, natyrisht se po, sidomos nuk kanë kujdes në leximin e pronorëve, shpeshherë thonë, për shembull, vazhdimisht ndëgjon, sidomos këta analistët e ndryshëm, vendi jon, qeveria jon, në vendi im, jo vendi jon. Vendi yn, po gjithsesi. Mandej ka një varg shkeljesh për cilat
po them njeriu duhet të ketë edhe një arsye shumë të madhe edhe një rezon për t'i analizuar edhe shkaqet se pse ka ardhur, pse vjen deri të këto shkelje. Unë sërish them se ka moderatorë sot shumë të mirë, por që të duhej të kishin kujdes ma shumë në probleme gjyqësore ose në shqiptimin e drejtë, më mirë me thënë të rregullave gjyqësore, sidomos tani diskutohet shumë edhe kjo çështje e paskajores, për shembull, ne geget e kemi po shkoj me punue, ndërsa në tosket kanë për të punuar. Shpeshherë më duket kjo jona shumë më simpatike, se është ma bindë se po shkoj me punue. Po. Mandej nuk kanë kujdes edhe në theksimin e emrave, që është shumë rëndësi. Për shembull ndëgjon thonë Mitrovicas, banorët Mitrovicas. Do themi banorët Mitrovicas. Ndëgjon atje Gjilanas, jo, Gjilanas. Ferizajas. Ose për shembull Prishtinas. Prishtinas. E janë dosenet për cilat mendoj se duhet kërkuar arsyetim edhe nga stafi arsimor që i nxjerrin këta gazetarë, ta moderator, fjala për duhet kujdes, sigurisht edhe në universitet, ashtu edhe në shkollën e mesme, edhe në atë fillorën që me shumë kujdes, e besa edhe me shumë regjim, jemi edukuar që ta flasim gjuhën e unisuar, në mënyrë që të merremi vesh nga Konispoli deri në Bajgor. Po këtu është edhe esenca, që desha të them edhe një gjë. Për shembull, në Francë, standardi i gjuhës është i mbrojtur me ligj. Po u thyen rregullat në Gjermani, Hochdeutsch. Po. Ndërsa këtu nuk ka ligj për atë punë dhe këtë mënyrë ende kjo akoma është greke. Akoma e thash greke. Edhe ku e thash greke? I kemi këtu në shumicë shoqatën Çamëria që s'na falin fare në drejtim, ha? Dorë tërkiqe për shoqatën. I nderuar Hamdi Mehmeti, ishte kënaqësi që të kisha musafir. Na ke thënë gjëra shumë të bukura. Shumë faleminderit. Kënaqësia ishte imje dhe uroj që të vazhdoni me këtë trend, se më të vërtet Nistanishi ka arrit pikërisht me këtë emision ta ketë një nivel mjaft të lartë të shqiptarëve. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi që të kisha musafir. Faleminderit. Hajde, kalem Jaroni, hajde. Maza ma kesh për Jaroni. Qa t'jesh tu, qka u bo? Ku që shjesi? Mirë, si jeti? A jesh nësh? Mirë, ti si? A jera hatë krejt? Mirë. Ku na e më me nëzidula. Ha, qka u bo? Jo më vënu shumë ko dhe ditë më s'ma për të mëllë se. Ku je konë kështu? Nuk kom pas besë. Ha. Ku me nëzio marë që ta si për bjeshi. Ha? Po më që shkjerë si ilvagujen, se kiti zavolin temë. Si për bjeshina em, hasmi mërana, unë e pëtja të rate dhe në furë me morë buka dhe shka. Farë hasmi, qka u bon? Që ta s'ka zëjnë em. Na Sërbinë këna qitë moti fiktu? Ja, ma i ke qo qeni. Kush është taj? Ko që të kalzëj, gardhice në përqenë, në mësëm ngëtëshin. Orë gjënaza hare. Erdha të këtë, ju më ronë belove. Jo. Po, pasha zëjnë. Qka ndodhi kështu? Që të kalzëj, ma za ma kesë. Sa nisa më bobër i mirë. Shkaj shane për gjaminja risha me qatë bura që pleqnojnë, nisën më morë për burë të mirë, ade? E hangër dresi që të viza që janë hekë. Po? Një djali erë për Gjermanisë, ajo që më dënë vallohe heqë. Po? Po për i notit për shive, ketë për morin babalartë e me më qitë në Facebook, dhe me këpeqaj. E kishë nëzirë biletat me avion më më qu, me balon, edhe e ditë që tutna, ti e ditë që tutna, në të vredone. Qështë betutësh, ti si tu të kur shkaj? Ta është ka dzajne. Ma trim se ti s'ka pas hit? S'ka pas, mu që ditë burë. Thash po shkaj ma të bës ju. Haj, thash të ta hadreqi, po nisa thasha bavaki edhe dala din. Po? Po, kër jem shkua në em të aeroporti. Kër e kom po atë vredone, së trab të busa gatë, të shu për pjetë. A, që të zëhe. A nejna i ty? U loga.
Shtoj krejt. Ja. E jo mund pas s'ja mire, raj që qenin pas s'ja vanaj avionin. Po? S'ja mire, heq, shkajmi ka pron do kokë, rajshin tableta për qëtësuse. Ha. Tha veç flenë qeni, 2-3 mi ka dhonë. Pret se pëm qëtësën, pret heq zarpi të najmë. Presioni, heq. Ashtë komi ka blenja 2 kila rakina e mes nin kur se kom pi. Kohori më bo, 2 kila 40 gradë në zetë. Kër e pish, veç vlejke fytit. O, lërë, me ma pas kallë shkrepëzën, pes latines të magurëm kishe gjithë. Por ka kibor. Po tuta, po dëf keme shtri qafen, pena e me zërë, më qërshin gratë, më gjirejshin, se më kanë gjëhë për bort mirë, edhe kom desht me shku në haqë, na e hori më bo, theshin me gju shejtonin, ta shpequj na imin për kryqët të, ja i të borë. Si me shejtanat e me bu në sa më dihet, të nga gju pare. A që me losin të na imin? Ma i vogëllot, malin do të me mytë me losjerë. Ha, na em, 2 kila raki i piva, nuk më zoni. Sjalonke, veç vike të më këfil truni. Ma mërë kemenja me qatë trun, anë shtonit ja ka përqejt. Jo. Nuk trenja rani, dikur vendosi qeni, tha po shkaj se më hu puna. Kur shkaj, u shtiruva zahar, i kish pasi ka avioni, kur më ka hjek tu ta tërdekt. Sen shkom ditë, më kish pas morë qeni, më ka qut në shpin, e më ka qut në shpi. Pa pikor, pa të zonke fërt. E, kur më qënë shpi, sen zdi më ho, isha kontrolla, veç kërëm qunë saba, i kishe pas hi njonit të nona. Ja! Po, pasha zotë. Na e mi tikje dhe i trenti në të shihen për kushur. A e pina i herti? Ja. Shishur që si e pi se kishe hush krevetin, bëha ki bo zoti kare. Edhe kukonon. Edhe? Me bo më pi kjo ko shka upo, në s'kam shka upi burë, më redi ko shukri puna. Hana em, se kishin morë verë, zarë që shëm dollë sa ba se di, po e kisha pas harru pantëllë të kryte në onës tatina. Ja. Po, valoj, kom vesh do të zi, kër u qova sa ba, këshër pantëllë qënë të mi. Lëbë gjithë ditën hisë. Shkova shqitore, kër u bo kanë 3 sahati, ma këshin quj njeri. Pantëllë në dore, ma nëllë djallin ullë, tha që ta pantëllë e në babës tanë, tha po, valoj. Tha ku tu kanë gjitë, ta pantëllë, tha me zvetë, tha të ka bo të falja i smeti, ka i shia, pantëllët janë gjithë të kryte e nonës tonë, në subë, një gjak bërë shmaki. Ja. Po, na em edhe janë kalabalak, na em që... Sa janë? 70 mash janë. Ja. Për dit me mytë ka njosën i qëtë fare. Na em me drënë këmë të nëmërë me barakarë. Që? Nuk pa dojnë me mytë. Jo. Vesh më më tutë. A më tutë? Besh së më kalon, pa bëk 3 ditë bajram, na em hes këmë hangër ku gjoha. Jo. A zoni, as hes. Jo mordë, me të lutë që në gujë për të bi, ndash kom për të pohe. Jo, mosu. Amanet, zotit, ki fon, je në gjëfshëm, dojnë gjinja, birin derë, veç 4 ditë me mila besë. Nuk ka problem, veç po... Shko thëj, ka thoj Aroni. Jo, po shkoj, ka me marrë diçka, ata në i Po veç këthejna. pa të ka dhesh ka mi thonë. Se ka thoj Aroni, i pitjem kom, te di që jemi ka shit mirë gjithë. Ngus të kam kur, provokus të kam kur, nuk e di shka këm bon. Që ta pantallë janë gjetat ja, i kanë pru fëmija, a ple, më shmë më dzerë në emë dishim. Aha, po dhe se... Rijaba, do më tha nuk Ja, e Rijaba, tute. dojna me i bo, se qysh po thu ty, Kanë me mëvore. shko të nona e tjetëri, të na i thuj zdi që kam ka bo. O, do këtë jemi kom një rërë një lë. O, shkolla ka të me një. Se i pitjem ka borë. Edhe një është me keqen e, po foli me ty me shpita. I sholla s'ka met me borë. Ma! Bo, s'ka ja më bo. Vekë për është të mitë rosat. Po të të na ta ka vra unë, është dikush e ka me të me ty se. A, valdo, baba ti pa shazut. Ja pas pehetojnë, t'ja bojnë në nënë, as di kanë. Ani, dëgjo, po shkoj, po marrë diçka edhe të na i flasim hale që ka me thull me ta unë. Bani Rizjo, në gojë thim, kara, veç më ma falë. Pa problem, hiç ka problem. Sigore, bë s'ka vole, më s'ka s'ku për muë. Le shkrip zëm s'ka 4 ditë, e bëj mi hri, që t'kallë zëj. Baba, kër përmvejse na ke lo sigare, po tham po. Ka të ke baba, tha kom post një klysh. Ja kish pas nis me nërë me thopi teje, se me kome na imi foli më kalaj, me hongër të flesh të e klyshi. E tha e lidha, tha një 2-3 muj, tha t'ja hupi zanotin.
Qatë ditë tha që kom shu, tha hanë ke ma shumë, edhe une. Po tha me kom lodë dhe hanë, që Allah i ja. Qatë ditë që ta gjaj, të loge i bëj. Ha! Paja. To në gjë, ke kom pasë rejnë. Qa në? Po, bac. Do me të vetë dishka. Po, a i Me mirë ma që bojtë she. mirë Allah hele. Po, bac. Mos t'ka qëllu bërë i cigare në gjë. O valloj, bac, që të cigare që pina na tritë, s'jam për ty. O, qysh bës cigare? Qfare dane, ta malbëra, qfare dane pi? Po, bac, po më dhimesh valloj. Se? Po më dhimesh Ka valloj. qarrua, bac që 4 ditë se kom dhej. Rizoni la. Po, be, bac, po në ta ja, po më dhimesh valloj. Se bre po bac për dhimesh. dhejmna? Po në më t'jepi. Po je dy qysh në mosh, e zbën për ty. Se s'ma për mu? Valloj, bac, zbën, po t'ka Qetë ma zë. jaronja, qetë ma i cigare. Hajt se po Ta ta bleni po qetë këtë bëj pare. Ani, be, bac. Ore, aj, du, la fok. Ta shtë dhe bac. Rizoni la, bre. O, valloj, qfare dhe malbëra, i pas ke qanë. Qe, bac. Se kësi? Që se na i pina. Po? Kalzova. Ani, bac, Ato po të janë shemi. kam shkripë. Ja. Po të vënoj, se pe pres na imin e... Që je për kove tani Ani, zatekme. për të mirë. Hajde, bac, ka lëv shmel. Po, po, se këmë dhej. Ma mirë, ma mirë që se penti. Ko, për muë. Që tash të këfja do honit këfjell. Që tash i shë, mizën e shë në rëpët atje. Dhe të vjena imi pe pisës le me pimrena. Po, dhe është e ndalume. E ndalune, po më skallëzoni se jënë dzërja, ma dhe që sot se kom... alarme. A, se po shrim ka për miri. alarme. Po shrim ka di shka shka komër kjo. Malbëre pak, po kom e ditë ka qak me pik ta të rritë shka s'pa bëj ka. Ti vjanera. Po bre jere në ronë, ka qak ki që shtu e ka? E ki grinë bre këtan ka tënë, ashtë trejtu cigarja, 3 era bo. Shpejt e pisë se skryjet na imi, me pa jama ke bo, tem ja doktorë, zba me pije, s'pa bëj keme shko me najt me doktor në ksham. Gjithë notën po të moj keme ta, edhe ketë për politikë të full. Për futbol. Ej, hash një ditë, hajde lëve pjanë rrimet me që mburë, hiqë doktorve. Shka keme shkruat një? Ej, doktor mo. Sa zbëj, ta thajrë, të tërt. Vala ma kam qef me po na imin, të java unë kësi vetit. A je mirë? Po, Allah, visht, kam qef me po që shpjag ullë vetin, njën ngek një qi. Mes me po doktor hes. Shka shkojnë me, ku më ditë më njeri. E nonën e budollët. Vallahi budolja me ri pas ta zotit. Burit të dhe djetë, plak mi tu të hasmit. E zëtë që ma hasmit. Po në budollë, mu jëllë në shtru para naimit. Dhe të vjenë me, sa këmë më me ri njëre kam e një deke, kam. Des njëri, ti po lëkom që të në të botë tërt për. Po më shrimit në unë në të. E ku nonë. Pi hasmit më tu që të ke plak. E zëtë që ma hasmit, që të palore dhe plak. Hane, hajde. Qa, a ke dheza? Jo, bre, po... Nade mirë, se po E kom nole. Se e kreva Po, a kreva. Qa mi thonë Atina? Kuna? Atina, hasmi tonë. Hasmi tema? Me shku me lutë, qa mi thonë? Kanë me lut. Ato me lutë me i thonë, falja njeri i ka gabuë se ka A je ditë. thanë une me lut hasmi tema? A dhe shka i thue? Ha, Shko thëj? Ka thonë Jaroni. po? Selam ka bo Jaroni, non qenë non ati ladruksa. Ja, Shka qëpë të bo? ja. Që për ti, që për mu, që kom kije. Që për kam me të zatit. Që shto shko thëj najmë? Qa u bo? Kur gjohë së bo? Po ti më lutë një herë, janë dy gojt me lutë me. Po s'di, ndryshaj e sopi. Pa? Shpitut na mo burë. As po tu të shta? Shpitut na mo, shko thëj, ka thëj Jaroni, kështu, nisë që non ati dhe. Ja, Në tu me se po më kjeshe, që ta se da se krevotën. që. Po, shka thëj, ka thonë Jaroni, i shala veç nuk zateti. Që? Pasha zotin. Po ti tu më shef që so? Po s'di, dërshaj që s'pa do më tut burë. Shka më tut? Mos ke pi në i sen? Jo, vëlloj, se Jo. pi rakin mo. Kom thonë që se pi. Po shike u dhe të shia. Qështë shka thëj nejmë? Po shkoj pra. Shka thëj, edhe sho, zët që po t'lutna. Që t'ma osmi më zët. Vesh t'ja t'ka t'zej brinat një hera. Ti ka t'zej shka u shmur, të në mu. Apo da më përnjo? Po ja. Ja, Po ja. që të shvidu alloj. Po ja i mu. Po
veçantë. E kishim paralajmëruar që në fillim me këngë. E kishim paralajmëruar edhe me faktin se sonte jemi në një moment kur në këtë vit përkujtojmë në 80 vjetorin e masakrës së madhe, e gjenocidit mbi shqiptarët, e qamërisë. Kështu më pëlqen t'i them. Apropo kësaj, neve kemi një pjesë nga kjo shoqat që punon për vitet të tëra në Kosovë në drejtim të sensibilizimit të asaj plage para kombëtarëve e ndërkombëtarëve. Në realitet, sonte i kemi mysafir tepër të veçantë, 2 njerëz që vinë nga kjo shoqat si kryesues edhe si frontmen të saj. Zona e zotri për ju, për ne, për të gjithë, zotrin Nezhmi Muqiqi dhe Emru Shluma. Mirë se erdhët. Mirë se gjithë. Zotri Muqiqi, si je? Mirë, fanë. Po si je he burri dheut? Mirë, po mbame janë. Farë nipi Skënderbeut, a farë? Ata e konë Skëndera, na jenë Betera. Askush në kohë nuk ja dim vlerën mjaftueshëm. Më ka bërë përshtypje në përvjetorin e parë, në manifestimin e parë të rënjes të dytë të Adem Jasharit, e të Jasharve, erdhen oficerët që e kanë pregadit, e kanë ushtruar Adem Jasharin atje dhe tha, neve shpeshherë në jetë jetojmë pranë legjendave, pa qenë të vetëdijshëm se jemi duke folur, duke ngrënë, duke pirë, duke bërë plane me legjendat. Kështu që e marrë ma shumë si batutë, se s'mi shkëndroj të afarë. Shumë e vërtet, na e në kështë të thua, sepse ne që kemi fatin të primë proceseve, asnjëherë nuk do të bëhemi lider. Lider dhe legendat janë në publik dhe në rinin tonë. Bukur kjo, absolutisht, Emru Shluma, mirë se erdhe. Mirë se gjithë. Po si je he burri dhe? Mirë, faleminderit. 25 vjetë, sa të kanë bërë që i ke heq uniformën? Shumë shkurt më kam thënë, sikur dje. Të duket sikur dje. Sikur dje, po, vetëm 3 vite. Po që realisht, mbaroj lufta, sepse ti ishe pjesëtari, edhe ne që ishte, pjesëtari drejt për drejt i luftës, ishe zëvendës komandant për regionin, a? Zëvendës komandant për regionin e Kaçanikut, zëvendës komandant brigadën e komunë të Kaçanikut. Kurse Xhabir Zharë ku ishe... Xhabir Zharë ku ishte ti. Ju falenderove Zotit që shpëtove edhe e pa lirin, a? Gjithsesi, neve në luftë, si çdo shqiptar, jemi fut për të fitu. Po deshti Zotit që mos jemi me ata legjendat, po ne jemi gjallë, ja ku jemi. Po lumat, jeni lumjan? Ju mbeti ky mbi emër? Lumjan. Lumjan? Po si erdhën Kaçanik? O nuk e di si na sollën. Lufta. Lëvizje. Sigurisht si gjithë të tjerët lëvizjet që kanë lëviz, dhe ata kanë lëviz nga krahina e Lumës, po shumë herët, dhe janë vendosur në 3 vende në komunë të Kaçanikut, dhe aty qëndrojmë stoikisht. Stoikisht, e mbajmë kace gryken. Ushton gryka e Kaçanikut, moren zjarëtan gurët e malit, përmi qadrat e Anadolit, bizet huta e shqiptarit. Në Shqipëri mam, Ismet Bugujevci, legendar. Me Sat Viturin, legendar. E këndonin këtë këngë të jashtëzakonshme në vitin 78, isha fëmijë, po si admiroja dhe... Nezhmi Muqiqi, nga pas lufta, ju rreke biznesit tonë, mirë po absolutisht me vullnetin më të madh, gjithmonë me shoqatën Qamëria. Sa vjet i boni Qamëria? 8 vite. Shoqata Qamëria. Qamëria është e përjetshme atje. 8 vite aktivitete. 8 vite aktivitete. Në një mënyrë, unë jam shumë me fat që kom pas fatin të pri deri 4 vite si kryetar, pastaj tash jam vetëm kryetar nderi, gjë që tash është një kryetar i ri, zoti Dinolli, i cili në mënyrë prefekte po e dheq. Me përfat keq është pak i smur, nuk ka mujtë sot dhe ka prunën në kryetarin e parë. Qa ka i karone, i grepa është veç më stjetë ma shumë. Jo, për grepe kalojmë. Unë mendova që u tut pak që e ponëm kryetar, po në me ishtë pak smut. Të 10 vjetë janë bërë nga gjenocidi i malë grek mbi shqiptarët e Qamërisë, mbi Qamërinë tonë. Këtë 80 vjetorë,
Si po shënoni? Me qenë se jemi në kuadrin e javës shame të manifestimeve tona që i bëjmë në Shqipëri dhe në Kosovë, po me 27 qershor bëhen 80 vjet nga masakra e shqiptarëve të Qeverisë nga shovenistët grek të asaj kohe, gjë që 10% të popullatës u vra, u therr, u shfaros, u dogj dhe të tjerët, siç e dim, erdhën në Shqipëri nanë dhe aty 10% e popullatës, është mirë për opinionin të dim, kanë qenë 60.000 banorë të gjithë, ata që janë deklaru shqiptarë dhe kanë besu në Zot, kjo duhet çdo herë të thuhet, dhe nga ta 6.000 janë vra, gjë që në Kloxher është ndërtuar një memorial jashtëzakonisht i bukur, ku aty prehen 3.970 trupa që kanë vdekur prej urie, etje dhe vapës. Sigurisht të plagosur të... Patjetër. Dhe në atë kohë kur Shqipëria ishte doli nga lufta, disi ndodhin një mosmarrëveshje, sikur Shqipëria nuk i la me hy, Greku i ndoqi dhe ata mbetën në diellin e nxehtë. Emrush, cilat janë aktivitetet tuaja edhe në këtë javë, në javën qame, me të cilat pretendoni absolutisht të bëni dëshmia e gjallë e vërtetësisë asaj çfarë ka ndodhur 80 vjet më parë? Sigurisht. Neve na ka kërgjë shumë të punojmë me kryetarin e nderit, gjë që duhet ta falenderojmë kështu publikisht, se kanë bërë gjallë aktivitetin dhe shoqatën Çamoria në çdo formë deri tani. Tani në prej vitit si vjet, në kuvendin që kishme me 17 shkurt, doli një kryesi, e cila është kryetari Dynolli, i cili në mungesë është për shkak shëndetësisë. Ne jemi bërë gjitha aktivitetet duke fillu si suport i Shqipërisë, i shoqatës patriotike Çamoria Tiranë, dhe atje është ne kemi bërë gjitha aktivitetet duke marrë pjesë edhe në Glogjer, edhe në kuvendin seancën solemne e cila është mbajt në kuvendin e Shqipërisë. Gjë që shpresojmë kryetarë nderi është ka punën rregullisht që një gjë e tillë të bëhet edhe në Kosovë. Gjë që do të ishte shumë sensibilizuese sigurisht për këtë. E ka marrë një fjalim të zjarrt në kuvendin e Shqipërisë, kryetari nderi. Sigurisht, ajo është edhe ajo për impulsi që neve duhet të vazhdojmë të bëjmë diçka tjetër. E vërteta është sikur po kemi stepje në këtë drejtim, edhe nga faktori politik kombëtar, edhe nga ai ndërkombëtar. E vështirë për mi nxjerrë, vazhdon vështirësia në gjë? Këtu me siguri duhet ta falenderojmë shtetin shqiptar, i cili në asnjë mënyrë nuk po na pengon, po na mëson, po na jep këshilla se si duhet të ecën paralel me institucionet, dhe edhe ajo në Parlamentin shqiptar ishte një reagim i joni ndaj ministrit të jashtëm të Greqisë, i cili na tha troç në Tiranë se Çamoria nuk ekziston, çfarë po bëni kështu, dhe unë me domos si nderi i kombit mu dash të reagoj mu në Parlamentin shqiptar dhe t'i them që edhe Serbia, edhe serbët na injoruan 120 vjet dhe ja ku jemi. Pra edhe ata duhet kenë kujdes me çamë. Për vitet të tëra, vërtet shoqata Çamoria Kosovë shumë zëshme, ndonjëherë edhe më zëshme se nga ajo pjesë e Shqipërisë më. Ata më të kujdesshëm, si duket edhe faktori ndërkombëtar. Sa keni arrit të depërtoni tek faktori ndërkombëtar në bindshmërinë e asaj se çfarë ka ndodhur? Se për çfarë bëhet fjalë? Për cilat territore? Për cilën pasuri? Për gjenocidin vet? Me siguri që ne kemi kontakt edhe me njerëz ndërkombëtar të ambasadat, ata na këshillojnë që të jemi pak të kujdesshëm, të presim momentumet, por edhe ata kanë të qartë që kjo punë duhet të delë në tavolinë dhe nuk guxon të heshtet. Por ata bëjnë më pak kur ne nuk e ngrejmë zonin, kur ne nuk trokasim në dyert, të spari në dyert tona, sepse përveç juve si emision dhe radiotelevizion nisë ne, të tjerët po na pengojnë dhe unë besoj që në të ardhmen do t'i dënon historia. Neve kemi qenë bashkë disa herë për këtë çështje, për 5 herë gjashtë. Është çështje që na dhem të gjithëve dhe sigurisht që tani për me qenë më të zëshëm edhe më afër mundësisë për me i hap këto dyer
ku ka pak stepje, ka pak rezistenca e kështu. Në Shqipëri kanë mri, megjithatë mi fut një deputet 2, a jeni të punuar në këtë drejtim këtu si numër goxha mirë jeni. Për momentin në Shqipëri, në Parlamentin Shqiptar janë 6 deputet çam. A 6 deputet çam? Fatkeqësisht disa janë në parti të ndryshme, por sidoqoftë për kauzën janë bashkë. Këtu nuk kemi arriti, kemi provu në 2019, nuk kemi arrit, si duket duhet edhe ne pak me punu, pak ma shumë. Duni me punu ma shumë, me antarët e juve, duni me ju kapzu, ju për një me duni me votu, javësh me na thonë. Ajo është edhe rruga juridike, pra kjo çështje i ka 2 rrugë. Rrugën juridike të cilën e ban Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet Zotit Shpëtim Idrizi, që në mënyrë institucionale... A keni raportet mira me shpëtimin? Patjetër. Edhe me partin? Të shkelqyshme. Dhe ajo rruga si themon, po si duket ajo rruga si themon, ende nuk veshët gatë. Është pak me ashtirë, ke dalë pe i luftët, ti do qashtu me i... E kemi thanë edhe herave të kaluara kur kemi qenë bashkë, në po këtë temë, në po këtë... E që është shumë e vështirë, sepse akoma s'kemi gjetë si duket i atak atje. Sepse presioni shumë i madh, vështirësitë janë të mëdha. Si duket, si zë i vetmuar mbetet ai që sjeton më Aristidh Kola, i cili pak a shumë ka folë, ka shkruar, po jo më shumë. Unë me thonë drejtën... A keni mri me gjetë, e kam pas... Nuk pja themi jam, në veç a keni mri me gjetë. E kam pas provu, kam qenë vetë atje, dhe duke komuniku me njerëz, jashtëzakonisht shkëlqyeshëm, kam pas raste shumë emocionale, atje kam pa njerëz ma 7, ka qenë atër 73 vjetori, dhe ata na thoshin në nëheshtje, kur po vini ma, kur po ktheheni. Pra, ishte një entuziazm, po një frikë shumë e madhe, gjë që pak ja po sherën se më shpallën persona ngrata. A dhe ti si Sali Berisha persona non grata, ha? Po, unë e për të mirë në Do më thonë Greqisë, më unë më shku. Jo, nuk e di që tash po më thoi ta kom hik, po s'u besoj alo. As po beson akoma. Realisht, sa po mundeni tash si shoqat se aty qëndron sensibilizimi i masave, sensibilizimi i qenies shqiptare në përgjithësi që çamëria është një plagë, që me çamërinë ka ndodhur. Kështu edhe se e bukur është kur ky cepi atë dheu, në krejt anën tjetër, thjesht vuan, e punon, e vepron për lirin e cepi tjetër të atë dheut, dhe kjo është e bukur, t'inglon, se si më bukur, si dy kokat të Shqiponjes, E para, që po bënë shoqata Çamëria Kosovë, po mundohet opinionit, fëmijëve, gjeneratave, që të tregojmë, sepse me të vërtet në kohën tonë një faqe e gjysë kemi pas për Çamërinë, edhe ajo e deformu me shumë keq. Pra, po mundohemi tash në këtë lirin që erdhi me gjak, po mundohemi të tregojmë realitetin se çfarë ka ndodhur. Po flasëm për një territor një herë më edhe gati 2 herë sa Kosova, pra për 16.500 km katror pa det. Dhe ne shqiptarve ju takon, dhe unë e ngres zanën edhe një herë të institucionet tona, kur po na thrasen dhe po na thonë që bre pak se jemi në prag, unë bëj apel, Greqia nuk ka nevojë Kosovën me njoft. Sepse ne do ta hupim kuptimin e ribashkimit apo të parafrimit të shqiptarëve që të jetojnë bashkë. Është absurd me thonë dikush Greqia duhet me domos. Unë e di sakt na em çapo flas. Shqipërisja ka qitë kusht me hik nga tekstet shkollore termin Çamëria për disa procese euroatlantike dhe kush e di se çfarë kushti do të na çet neve. Po, sa ti ke çuar të shiro me hiqi këtu Shqipërisë thotë. S'lo me hiq këtu, s'lo me hiq këtu. Kushti i parë ka qenë që shoqatën Çamëria Kosovë me lajmëru. Neve na lën veç me hiq fizikisht edhe me harxhu para. Unë e di si kushtin e parë që shoqatën Çamëria Kosovë kanë kërku me lajmëru. Po këtu ka pas burra se i madhi Kadri Veseli që ka koqit dhe ka unë, kjo nuk bëhet. Sa keni mri me organizu simpoziume shkencore, ku pastaj shkencëtarët do të jepnin të dhëna shkencore të cilat nuk mund t'i mohoj askur, që mos me mbet vetëm në nivelin e parullave, thirrjeve, e këngëve, po... Po, ne me siguri që kemi bërë aktivitete të duandueshme, të bollshme për ne, sepse ne jemi këta antarë që po ishe. Ne financojmë këtë shoqat vetë me xhepin tonë, dhe ne jemi shumë krenarë që po bëhen 8 vite që nuk ka shqiptarë në këtë botë që mund të ja kemi dhënë euro.
Dhe neve kjo na bën shumë krenar. Të gjitha? Të gjitha i bajnë ka vllazër, ka motra, me ka 2 orë, me ka 5 orë, dhe neve na bën shumë krenar. Kur po i shihja këto rekuizita, këto përgatitje para se të fillonim të gjitha këto, e kisha pyetjen tani të radhës që vërtet nuk ju ka suportuar askush, vazhdoni në baza vullnetare, Gjitha në baza me shpirtë, me mendje tuajnë, edhe me parët e xhepit juve. Me mbajtë edhe shoqatën? Është pa mundshme na im 10 euro më dhon diku na palon vetën kes. Po këtë punë ose e ke ose nuk e ke. Me imponime nuk bëhet. Aktivizëm me shpirt, a? Aktivizëm me shpirt e me mendje. Ne jemi një grup shumë i njerëzve të mirë që i takojmë gjeneratës së artës shqiptare. Unë i quaj. Pra që nga viti 1981 në demonstratat e hershme, pastaj fillim vitit 90-ta, pastaj LPK-ja, UÇK-ja, pavarësia, ushtria, dhe neve na bën shumë krenar se sot mujmi me participu. Aktivistët tuaj. Ju në këtë javë veç e kemi javën qame, e cila kulminon me shkurje në Klogjer, atje? Aty mbahet takimi përfundimtar? Në Klogjer ishmi ne në pelegrinazh, gjë që është e përvjetshme. Këtë vit ka qenë me 22 për Është shndru pelegrinazh. A që ta themi se është mirë, se njerëzit është mirë që ta dinë ditën kur bëhet ky pelegrinazh, edhe të shkohet në mënyrë sa ma masovike. S'ka rëndësi antarë i shoqatës apo si je. Je si shqiptar, të dhem shpirtit, të dhem zemra për çamërinë tënde. Unë kam ta shfrytëzoj si rast tu ta bëj një apel, një thirrje kogja të madhe, sepse edhe në luftën e Kosovës ishmi pak. Unë mendoj që Meka dhe Medina e shqiptarëve janë vetëm 2 vende për momentin, është Kosova Prekazi dhe është Klogjeri. Sepse pa Kosovë dhe Çamëri nuk ka Shqipëri. Pa bashkim nuk ka fuqi, pa Kosovë nuk ka Shqipëri, pa Shqipëri e Çamëri. Është interesant ta thekëm se shqiptarët jemi ne, do të shkon të mirë. 27 qershori është datë që u miratu në Parlamentin Shqiptar, po ne nuk po bëjmë diçka të jashtëzakonshme. Është miratu si ditë e? Si dita e gjenocidit të shqiptarëve të Çamërisë nga shovonistë grek të kohës atë. Parlamenti Shqiptar, që i takon, edhe ka bërë. Edhe ka bërë, edhe atë memorial që po flet komandanti i nderuar e ka bërë shteti shqiptar. E bukur. Pra, në këtë drejtim, shteti shqiptar po punon jashtëzakonisht shumë. Është e bukur që ne mos një herë në vit takohemi, bisedojmë, i qajmë halët, flasim, e kthejmë në mbamendjen, ju jeni shkaktarët më pozitiv që e ktheni në mbamendjen shqiptare faktin që plaga Çamëri ekziston akoma e pa trajtuar si duhet edhe pa kthyer si duhet në vendin e saj. E para ne jemi shumë e njohur juve si televizion, juve si person, se na jemi bazi, të cilën çdo vit na ftoni dhe na japni kohën, na japni mundësinë për të shprehur, gjë që nuk po e bojnë tjerë, për fatkeq, edhe pse është shumë interesant, kur flasëm privatisht me të gjithë, nga presidentja e deri te më i vogël, të gjithë na thonë, mirë po bëni po disi, kur po dalëm këtu, akoma përkraje pa mjaftueshme. Kur po dalëm këtu, se këtu duhet më dalë ata. Jo në kofe. Zotri Muqiqi, zotri Luma, ishte kënaqësi që ju kisha musafir. Unë ju uroj megjithatë javë të mbarë në të manifestuarit e asaj që unë do ta quaj më shumë akademi përkujtuese, me shumë aktivitete gjatë të javës që na bëjnë të vëdësohemi më shumë për çështjen Çamëria. Urime Çamëria Ne ju falenderojmë juve në emër të shoqatës Çamëria Kosovë, në emër të të gjithë çamëve që jetojnë nëpër tërë botën, në emër të martirëve, viktimave. Ju jemi shumë rinjas. Shumë faleminderit. Faleminderit, është kënaqësi. Faleminderit. Zotri Luma, faleminderit. I vogël
vogël jam shtëpi nuk kom vagabond t'i lagjës jam Me zemër bar gjithmonë unë jam këtë mahala mu më do I vogël jam shtëpi nuk kom vagabond t'i lagjës jam Me zemër bar gjithmonë jam këtë mahala mu më do O sa qënkerit e po e bukur Do të t'ma në shpi Ke qënani ty mi goce O sa qënkerit e po e bukur Do të t'ma në shpi I vogël jam shtëpi nuk kom vagabond t'i lagjës jam Me zemër par gjithmonë do t'jem këtë mahala mu më do I vogël jam shtëpi nuk kom vagabond t'i lagjës jam Me zemër par gjithmonë do t'jem këtë mahala mu më do Do boshte me Nanës edhe babës goce Ti falim se vda Kur të marrë shpia goce Do bojte me Nanës edhe babës goce Ti falim se vda I vogël jam shtëpi nuk kom vagabond t'i lagjës jam Me zemër par gjithmonë unë jam këtë mahala mu më do I vogël jam shtëpi nuk kom vagabond t'i lagjës jam Me zemër par gjithmonë unë jam këtë mahala mu më do Vagabond t'i lagjës jam Me zemër par gjithmonë do t'jem këtë mahala mu më do I vogël jam shtëpi nuk kom vagabond t'i lagjës jam Me zemër par gjithmonë do t'jem këtë mahala mu më do Mirë Zgjohuni o qam Thuajni këti shekulli, gjoll jam! Se ja ka njësa bdokon pa lidhje. Më jemi irave t'ullul, ku pëm shkan me qadër ndur. Pse me qadër? Se në Prishtino ka rashi, ka hi uj në për shtëpi. Në për shtëpije, në për banesa, unë është jetën protesta. Në të! Allah, ha! Ku jam, be? Ha? Ku jam? Në protestje? Ka da veç pak se. I ku pi do borna, për mësë me harru. Qa u bokshtu me këto borna, më sonte? Sot ku më harru, a i ku pi, a se ku pi. A? Prishtina ka nevoj për sheshe. Aha! A i keni atë arkitektin. Prishtina ka nevoj për sheshe, a? Këna me bëj sheshin, unë se veti kërka ne bëj sheshin. O bob, da me unë marrë shumë hanë të lezit me shesh. Naim, penzionerat ka nevoj për sheshe. Penzioneri nuk është naiv, me dollë në dil, 30 gradë nalë, 30 asfalti, 60 zihet, si me zija i varë. Fisa! Në mëllë po është i meqë. Penzionerat janë profesorat e tonë.
Ata ka nevoj me arrit pensionin, zotni. A i merë porës, shkën e pen kofën e rije vetë, s'del shesh, Hedh me klima atje. Po normal, flade kanë aty. Imaginojën e në vranë njeftë që aty ku jëm, do gybat kanalizimi kër i kanë droja Ismet Beqiri. Sens kanë investu. Po përzojnë atje, përbojnë arrashe për i ndërtojnë tani. Ka shkun marrën feza. Marrën feza ku e këm një teze, bashkë të ajo tezja që aty. Ma teze na kilove. Imaginojën e sa pa po kja aty po kalen me kërë. E qilë gjomi, oj, teze të hongësha. Më falë se teze pa shumë. Teze ajo të kejtë. Ngucë, mëre, ngucin, holkin të natë, tjetëri vjen kjerin masir e musin, tang, tang, tang. Se imaginën a kona i femën 7 zonën në e. Mund me abortua e mutra, na kena nevoj, fëmija kur dolin në shkull me shku, mos më rreziku për i qenve. Na kena nevoj, a ki potash, gorat që moshin të qevotin trut, atje në autostrot. Ta shkerë shtyën gora në marrën fez, pi rrethin rreth. Që aty shtyën gora. Na kena nevoj, na em, për shembol, për pare. Jo, për pare, s'kem nevoj. Na kem besë, burë në shkrim bërë. Atje në fletore. Na kena nevoj, fëmijët mos më rreziku për shtim vesela. Na kena nevoj, kur bjen shi, mos më na, a ke po kur për bjen shi në Prishtinë? Ofertat për deti atje në Ulqen binë me njëherë. Se na i kena ofertat, Prishtina me deti, kretë vinë të na. Imaginojnë e edhe... Shumë më ke bobërë? Boba për më bënë shumë nervës. Kanë thonë prindi me respektu për shumë nervës. Qa po thot? Imaginojnë, më tha, shime televizorin ditën më se le dhesën, më lomi e kena me këshyrë lojë në zehet dhe ge djegët. A frigoriferi që 15 vjetë në rrimë kur së djegë. Jo dhe që? Edhe shqyqër që kry kampionat evropian. Jo. Mas pari, së po mujme të vetë që e ke vesh si të farlastiku. To e kom nuë najmë se shi po bjen Prishtinë. A shi në Prishtinë? Po, edhe po thëm shqyqër që kry që kampionat evropian. Jo, kampionat evropian, që u krye kampionat evropian. Jo, në familjen tonë kryet. Ja, si të hupë Serbia. Ma qyrë mo. Ja. Boba jem, para me ndëje. Si ka hupë Serbia ta otë. Asociacionin e nonës e ti lek në gjuri ka përnë, boba, jo, ka hupë Serbia, o shkita, kërike punë. Kampionatit. Edhe erdhëm dhe Musafer, janë nesë me full për Shqipnin. Shqipnia ka mujtë kështu. Tharë, pëse s'po menani pozitiv? Pozitiv. E ka pos grupin e shtirë, burë. E ka pos grupin e vdekjes. Sponjën, kena mujtë me mujtë. Pas se kena mujtë me qëllim. Sa të kujtuat në parlament Sponjën si ke njoja pavarësisë Kosovës. A mos me ngutë situatën. Mos me ngutë se si gjithë Italinë. E kena mujtë Italinë. Ata në kanë mujtë dy njo. Por në ke solën e kena posë këtë qëzetje. Publiko njo, 2 me 2 në konë. Që lutëm. Krati. 2-2. E kena dose me vlasni. O, na kena mujtë me konë dhe një. Po me qëllim e kena bu 2-2. Ti para me ndojë najmë. Na, shqiptarë kena linë, vish për me shkru historia për neve, edhe na gjithë mund kena me konë histori. Na lë me neje. Kush është goli mbaj porë në Evropian? Kush edha? Shqiptari. Jepja durën. Kush është taj që jep gull në pjesë dytë? Edhe kne. Gjasulla. O, nojmë, kur në duhet, s'ka në duhet. Me hinë e më një histori, o, bo. Me rësi, shqiptarë t'ju në shkru për mirë aty. S'ka lidhje. Si kërë ashtë thoqit, a më njafshin që ka shpo pavarësine këtë? Jo. Po së njafshin! Do shtë me shkruva. Pe thëmë na imit për ajë kjerë i ri. I sholën të gënë si dashnurja. Jo. Se dashnurja të gënë, se miria, oshtin të akrin gënë. Jo. Misafir të ndëruar, e jemi këtu bashkë me luftëtarin e liris, që vazhdon me majtë uniformen, Shemsi Vlahiun, mirë se dhe Shemsi. Ke vazhdu me mbajt, a ke mbet pas ti ke qenë pjestar i luftës? Po. Në cilë region? Në region e Lapit, Kështjela 28, me komandant Shajp Hazirin. Shajp Hazirin. A vazhdo dhe me qenë pjesë e të mërkës pas taj? Jo, nuk më vazhdo. Pse? U këtheve në shtëpi, vazhdo dhe punime, punët e shtëpis? Jena kom pa hinë punë, A i në kanë kana vazhdo punën, edhe kështu që tash apet vazhdojnë punë, me qenë. Mirë, që punën? Punoj një sigurim. A, sigurim? Mirë, do më thamë ke vazhdu paka shumë aty afër. Po. E uniformën se heqë?
Jo. Në momente të caktuara si sonte e vesh. Shumë e vërtet. Në ditë e lirisë. Gjithë. Sa të kara me qenë pjesë e luftës? Më kara me qenë dikon afër 2 viteve. 2 vite? Po. Afër 2 viteve. Momentet vështira të ranat? Po kuptohet, ai që ka ko pushkën për këtë... Sa vjeç ishe kur shkove? Deri 19 vjet. 19 vjeçar. 2 vjet në luftë. Tash fëmijët janë rrit? Po. Ju flet ndonjëherë për luftën? Gjithë. Për momentet, për betejat, për sukseset, për shokët? Po ashtu e kam edhe Odën aty në Katën. A ki Odën? Po, Odën e burrave që i thojmë na. Në cilin fshat? Në fshatin Serafthirët, Tërnov. Anë Tërnov? Po, Mivra në dalë një 4 kilometra. Sabri Fizullahun, ko gjasi kushëria? Po, kushëria, Araç është Sabri Fizullahun. Araç, a? Po, një fshati, shumë e vërtet. E po, bukur shumë. Me Çifteli ke këndu që i ri, a ke këndu para se të shkoshe në luft? Me Çifteli kum këndu para se me shku me luft, po një kohë kum qenë me fyll, dhe më honë, në përshoqëria atëherë që... Kultu artistika atëherë? Po, shumë e vërtet. Tani dikun 29 vjetë i bëjtë se vjetë në përdarsma. Në përdarsma, vazhdon? Po. Kështu, me Çifteli, Sharki, grupi folklorit. A keni emër, apo jeni... Une që 17 vjetë kom këndu me vllazët Dorako. Me vllazni Dorako. E po bukur shumë, ka punë, mirë është. Po, mirë është. Akoma vazhdon kjo në përroda, muzika, njerëzit e duan, e përcjellin? Ti je pjesë e vetë këtij aktiviteti. Ai që punon, ai edhe vazhdon. Ai që s'punon, nuk mund me vazhdu. Dhe harrohet punë. Bukur shumë. Po në luftë, ja thoje? Ka pas momente të vështira, kur keni këndu me mytë dhimbjen, me mytë frigen, me rritë thjesht trimrin, krenarin për atë që po e banit. Po ta të regoj një rast, unë shteshin me knua atë me steli atëhere, edhe dhe një për joshtarve do më honë shkrepke me alti, ose me automatik, kur dirë shatë nishët me nëgjes, që më pajshin shatarët atë, dhe që në shem, në morën qafë, se në po kujtojmë që po hinë shkijet, e ti po kënën, e na po ikum, po ata po qeshin, e kështu që po. Aja thojshën e here, eu po në kama qaniko, ne bale tine, e po të në Kosova, na me lua me tyme, janë mluo me tyme, na i ka e dore blaka, e po u gjuno me topa, qa i dergut Qa do në kënu sonte? Sonte do të këndoj një kongë ku e përshëndes edhe shaqatën Qameria, që jena këtu që na kanë thillë. Je pjesëtar, a? Gjithsesi. Je pjesë aktivitetit, aktivizëm kombëtar, thjesht. Gjithë pjesë e aktivitetit shoqata Qameria, pra na domthon i na kanë shumë vende bashkë ku më kanë ftuar, edhe kena me punu dhe këtë jena që ta bashkojmë Qamërinë. Qamërimë do gjimali, o Qamëri. A ke provu me këtë do këngë të jugut, po me Sharki, me Çifteli? Po, kom provu. Për mbi të pëllë, në moj, ha, bukur shumë. A ja themi këngës Osem Vlahiu? Bashkë me ty dhe të këndoj një këngë për Qakojt e Molit, pro cilën e ka shkrua librin Adem Demoqe i Modhi. Lavdi që o kërjet e mërë. Dhe lavdi të gjithë dëshmurve të kumbit, lavdi shirëmtorve, lavdi të gjithë atyne që ronë për liri që i përgzojmë sa du në ti. Të bashkë. Respekt për ju. Lavdi edhe ty që ke qenë pjesë e asaj luftët e lavdishme, e asaj ushtrije, që mbetet më lavdishme janë historinë e shqiptarëve. Se na ka shiru ne. Shumë e vërtet. Faleminderit. Ja themi shem.
O, zemrat knofshëm si vllahiu. E pe këti pozicionit që më duket shumë i mirë, bile kam nostalgji shpesh, të jemi shtu gjuhë për gjuhë, ani me një luftëtar të liris, e me uniformen më të bukur që ka pas shqiptari në jetë. Pe këti pozicioni, mu ju thonë të gjithve, e po ishte kjo e tëra. Fleni mirë, e ndroni bukur, zhoni në pache, natën e mirë, miru pasim javës tjetër.